Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi në të shtatë me emisionin Zonat. Sonte është epizodi jonë i fundit për këtë sezon, e që do të kthehemi në tetor sigurisht që pas zgjedhjeve. E gjithashtu, sikur zonat që bëjnë, epizodin e fundit do t'ja kushtojmë temave të cilat ne i kemi diskutuar, do t'ja kushtojmë emisionit Zanave, impaktin të cilin e ka pasur, se çka ka sjellë në shoqëri. Kemi pasur shumë kundërshtime, kemi pasur shumë reagime në secilin platformë. Ka gratë të cilat po shumica e grave janë ndjerë të përfaqësuara nga ky emision, por jo vetëm gratë, sigurisht edhe burrat dhe të rinj. Çfarë ka sjellë emisioni Zonat? Ka thyer tabu, kemi shtyr kufit e lirisë, por kemi ndikuar edhe në secilin televizion që dyert t'u hapen grave, sepse televizionet deri në emisionin Zonat kanë menduar që gratë nuk sjellin shikueshmëri. Gratë nuk mund të bëjnë debat. E sonte, gjithandej kemi debate të cilat janë me pjesëmarrje më të madhe të grave. Do të diskutojmë për secilin temë që kanë gjallë reagim. Kemi këtu mysafirë të cilët na kanë kundërshtuar, ndoshta të cilët nuk janë pajtuar me ne, por edhe sigurisht që vetë do të flasim se cili ka qenë impakti jonë. E unë kam shumë kënaqësi që sonte në studio të kem dy mysafirë të veçantë edhe panelistët e Zonave. Me mua sonte në studio është Arber Zeka. Mirë se vjen Arber, faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit shumë, kënaqësi e veçantë. Kom pas rastin edhe një nga emisionet në të shtatë me të fol për Zonat, ka qenë si temë. Intervenuar me të patjetër. Apo pas. Se më jetë me vetë natësia. Jo, për të Zonat po flet. Apo në emisionin tjetër. Jo, sa atje kërkoj me ftu të Zonat, e sot e kena ftu. Jo, me shumë kënaqësi. Është emisioni epizoda e fundit, kështu që me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Jo, kum thonë Zonat, një emision që ngjall debate, një emision që ka kundërshtime, polemika, është një emision që shpreh demokraci përsierash, është liria e fjalës, edhe për mua është një nga emisionet që realisht duhet mu përcjell prej duhet me vazhdu rrugtimin edhe më ndjekë pa diskutim, sepse është zoni gruas, është zoni i gjithë neve. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë fjalë, më ndron më shumë ti mua, pastaj sigurisht edhe panelistët. Sigurisht me neve sonte është edhe Ana Kabashi. Ana, mirë se vjen. Mirë se gjeta, kënaqësi gjithmonë. Është epizoda e fundit sot. Bravo për këtë fjalim, ka shumë mirë. Na ka respektuar sot, sigurisht. Shi sa bukur duke. Absolutisht. Ana, tamam për episodën e fundit, shumë verore. Rita Bradini, faleminderit Rita që ke qenë gjatë gjithë sezonit, kjo ardhë për Shkupit së herë. Shumë kënaqësi për mua, e din ti tashmë etja është dita ime preferuar. Sigurisht edhe Shëngël Ismaili, mirë se vjen Shëngël. Mirë se gjeta, kënaqësi, edhe një farë mallëngjimi më kapi hala pa u përfundu. Sepse mendoj që një emision i cili shtyn kufi, një emision i cili hap debat, sigurisht që pritet edhe me pas edhe komentet negative që ashtu që kemi pas ne. Por edhe impakti ka qenë shumë i madh. Po dhe impakti ka qenë jashtëzakonisht i madh, për shkak edhe polemikat edhe debati që është bë në këtë tavolinë edhe ka zgjuar gjitha zhurmë atje jashtë. Po aty ku ka zhurmë gjithmonë ka diçka. Edhe ka inspiruar shumë të tjerë të bëjnë emisione pikrisht. Ti kohë të tilla apo jo bashkë të tilla? Çfarë të dikon te? E sigurisht sonte para sa t'ju ha fjalën, sigurisht sonte mungon edhe Paulina Anushi. Paulina sonte nuk është më ne për disa arsye personale, sigurisht në episodin e fundit do të kishte dëshirë të ishte ajo. Ne e falenderojmë shumë, sidomos unë e falenderoj për kontributin që e ka dhënë. Na mungon sot, por sigurisht do të kthehemi në sezonin tjetër bashkë me Paulinën. Isha ardhur, unë ta kisha ditë që s'vjen Paulina. Kështu që pa Paulinën, s'ka që mu përla, Rita. Ka mu përla. Atë sonte me mu. Me ty? Okej. Arbër do shtë të një vëllë, po. Duesh me ndru venin. Apo zbën njëti krahë me qenë. Fillova me folë si ka ju, do me thonë edhe gjuhën, kam fillu me ndru. Tash je e Kosovës, Rita. Impakti i Zanave. Sa e ki marrë pasaportën e Kosovës, hala? Ende jo, po bëjthirje nga këtu. Ministrit të brendshëm. Ministri i pasaportën se ja vlen. Shtetësinë e Kosovës. Sepse i duhet. Arber, qëto duhemi me largu për tavolinës, për shkak se kemi shumë ndalume me dalje të televizion. Kërkënjes. Jo, në është në rregull, që shpejt i largova. Një moment, sigurisht, një moment tamam të zona që është zënë, jo, moment interesante që është ndodhin vesh të zona, që është ndodhin kërkën tjetër. As vetë nuk e prita që... Arber, cila ka qenë tema më interesante që ndoshta si e pajtu dhe cili ka qenë momenti që e pajtu më shumë të emisionit Zanat? Nuk e di ka pas realisht Zanat u konë, ndoshta është emisioni ma viral. Në platformat sot, gazetaria sot nuk është televizion mo. Gazetaria sot është në secilin
research se cilin swipe që e bojmë. Na del gjithandej e kine për Facebook, e kine Instagram, është, dhe më thonë, na ka përshi gjithandej edhe zana të konë ben do e mos. Dhe më thonë, kërjet që për i gjumi, dhe se qka do që ki bo, me njerë mas transmitimit epizodës, aty, dhe më thonë, ka pas diskutime, ka pas momente që të kanë inkuraju dhe të kanë intrigu, më bo pjesës oj deshte zdeshte, më përshi me do e mos. Tema tash specifikisht një s'pedu me cek, se nështë edhe s'ja qëlloj temës saksisht, por posjera është temat kër ju diskutu e drejta e gruas, barazit, këto me radhjen tema që mu më intrigojnë, unë mendoj që gjithmonë në shoqërinë tonë duhet shoqërinë, po besoj që jemi shoqëri emancipume, ose jemi në rrugë të mirë për me shku. A shumë kësha thanë që jemi në rrugë të mirë për emancipume. Rrugë të mirë, dhe besoj që tashmë falë edhe misioneve si Zana edhe organizatave që merren me drejtën e gruas, kanë bo që zoni i grave, muni edhe, dhe më thonë mësme pas mu kushtimesh, diskreditimi i femnës nuk mundet me ndodhë. Dhe më thënë, sot jetoj me një epokë ku presidentja vendit është femër, është grua. Kemi emrat më të mëdhej. Kosova një vend i vogël, kemi 1.5 milion banor, kushtimisht me thonë edhe në Europë nuk besoj që ka ambasadore më të porta se Kosova në mbar botën. E kemi Dua Lipën, është një emër se në ndoshta tash nuk ka bue jona. Me këtra jame! Për mirë që e në këtë emisionin që i përdojnë mi hëmër për gjalli burra qishët. Për të natin i shojnë, taj ditë ndoni, vëllak, natin me ta shlëp. Që të jela se këmë këtë futu me dame, këtë haramjeshin tame. Hajtë më të rangë nësë... Hajtë se që të jenë, krejtë fana mi hëngë të drejtë që hëngë se erdha që të e ma shumë erdha se këtë për dashke me pos në i farë zanotin ashtë ta mori në punë. E unë e rabaqirë që në kongë të në herë. Hajtë më të rangë, ka një fëqin mire sanë, hajtë. Kush e thiri më e? E kush? Ka hyne? Ta rosi shuplok, kalzajnë, që në gojnë? Kjo dhun dhe i grave? Punë e modhe fërë, cere policin, cere policin, cere gëzër. Ja peris, qula pertis Oj, nuk ka veni këtë të morë. Nuk ka veni që atje? Oj, morë, ty këtë në misa lapa. Pasha shpirtin e nësë që një ofdit jo pa hongër e pa pije pa sanë, shqeve që i sojnë, as gaftun, as kur që... Po të kom gazoj nëmë që se në të kanë drua edhe në tash kom dryshuë, unë e du drejtën të që kështë e konga sa në më nuk jemi në përmogje. Nuk e pranej. Qa valla për ja, du me skundeti, du me pos një pastruse të shpija edhe qasi tajlandes ka që përkone për maholla, gjithë ka në përkrishi, nuk loj më do me tuat kota kërë. Zë, pasha shpirtin e nëmës, unë e luftën këtë me kësha hekre. Luftën e kësha hek me reduktime. Me reduktime. Se na, ama se këta ujtë kënum ja komprue. Isholla, vishpak. Për këtë juve, isholla për në mangin. Ja, dhe ti këgja je. Ti këgja je. Ti besa ki me bo ma mirë që ta e logja stokun, ja ndonë edhe për 2 herë mazite, vështi? Se ti krej drejt, ti jeshtë pëjnë, ti shting të. A që më dhimë që kjo më dhimë? Që ka mirë? Posë, për një për kone kje. Qush në sulmove emisionin kështu? Se një vjetë për du ma ordë, jem hi për këtë emisionin, që gjojsh, a ishë konë lanë me ki këtë, në murë takse dhe atërë harami kërë. Edhe ta është më jetë, që që për jetë thëmë? Deti, shfanat mila zdruhe i ka lazu se meshkët. A dhe që kësha bone? Qaj që e thirë një përles që ka dhunë në familje, 200 euro. Se që ka policia më këtë thirë ti për kam për burit, beri 200 euro, kush po me thirë së kështirë? Se si ka qëtë pore shikori në hamëm, i keni gjithë policin pa pore, unë 3 notës për më re burit për më lej picë në hamëm. Pa një gojë bëdolë, më që nga ka në rej më izë. Shujmëre se na bone horë, na bone ta hongë dreqit kryta të kom thonë mës me ordhën këtë më mama. Asë të dronë pas temperaturë para di mujme tha shkajt për në ka ha dreqit. Asë desën e se i kam në në shpirë. Pak për cilë ty kërë ndinje nuk etë. Si edhe ronë që ta fmi që pëqojnë gratë të shkolla u fleqaturja. Qe, o fleq. Qika jo të spët nga? Qika je për Ja qika si këfo me konën e qika thojna. Kur mirë. Ma të mirë, se tonën s'ka. Kejtë e lavdoj. Mas pori ti lafë për e grua martu me mësë hamët. Mas grua martu me, tipe... A për se qa po të një kumë të Shapiri zona. Na kësha me në s'ka drejt, shajzen, me thonë shajzen sanë së vjen. Me thonë tënin, me një hera.
Ma kone ka njës gratë një qu. Si më normale me dhënë dajak 3 herë ditë si Po bokë që më rrimet, një ditë të ka me afrimu qinë sa afrimi ka të ndashëm. Thash afrima për mi këthe gjysën e parën. Pish më një këmë rrasë ndashëm. 600 vete në konë, 450 kanë qyvolle, tjetër me. Krejt do hollat ljot patuat. Po të hallat e soj me s'më jam me hallat e mija, ku ke poti me po dashme me hallat huja. A qelim në renta halla, me s'ku me morë në renta, me morë një hall, ka je për dalit. A dars ma që unë konë. A kosh pasha zotin pas me shpullës ka pas. Këto që në këndar publikisht në këndar. Ata më dreqë kryt. Për qatë shpeci në kre defi, a vesh dek me prit me qitë qatarat. Valla ma mirë është ta? A për ma mira. Ti, a ka temperaturë më që ke qikë se valla... O, gjë më si prej grotë e huja. Prekë. E di unë e pse i prekë, se po të djallit vetë. Po të mund shumë muë një që i djallit vetë. Për që kësë djallit vetë. Me marë tonë shpi qfarë, më rëqkori dhe se shpia. Je, për kush du të me marë tonë. Je, më të ramë me këthorin e ki paradere. Kej ka lidh me polici veç, bile ta shti req, veç në rrjull që të popullën. Veç kërë zatën të polici, kush që këtë kopin naj. Pra. Ate qashtu e di. Vallohin i tranive. Pasha zëtë në granimin e të Se na tranu tash, apo na tregon shukon të kalumën? Po. Që shukon të kalumën bëll mirë. Ha që shikiti 40 vjetë martes? 40 vjetë që shka martes mas pari, je 40 për i kam 60. Na 35 vjetë kur burin të po se kem se tërë. Mas 30 vjetë aku nisë një po veç komt. Po më nëse, që jo kon leze, sa të 5 bulla krejt. 5 bulla krejt, tani edhe je marë për fëdin që ndarjet po vinë mas shumë ti që për martuhen. Mos më martu s'ka ndarje. Qeri për i martesa. Kjo dhe zona dhe që është mos më martu. Mos i rast krej mos më martue. Qa je non që ka bërë qike, më martue me pjelle, me bo fmije, më knaq, edhe me bo dash, ma mësë po budalisti. Ja, s'pajtona shlo, që blero që ka hek, ja, valla, isha hek edhe ti si blero, për një në fama të knaq, ishta vjetë që kanë në një fama të tjetër ndeti. Gruja plok me qamire, si që ashtë të ki marak, djem vetu mjau si, pa qa e ulte ona? Për që një ullë të ona për vesë? Për bërimin, a kërë bërimin e vëngel. Jo se ki ti për bërimin e se ki. Që si këm shefën e njo, që është rezatume, që shte, që këtë ma qelë djene që mëre ku jo vizatu për ju edhe që tu jo vizatu edhe që të pas do këm bëti. Në këtë patu, kur ke flaj djoli ta ka shkalavit për mësë shërdat që kje është atu që shde. Na tregon shukon një martesë sukses. Shumë e mire kanë. Po Allah, jo i zonë na kanë re burrat. O pasha shpirtin tam lezet matë malë se kërëm ka re burri s'ka pas. Qatë not kina kalu matë mirti. Qatë not që sëm ka re, u bëjsh amarat pëse më i s'pëm re. E veç, apse s'pëm re ti. Sa i kërkesh punë shumë sëm reke. Dit për dit më i na reke, dit për dit se konë marifet me të re burri. Burrat e hujë sëm kanë rekër. Dhe që jami. Pse mas me më re, a ki burr. Me ta do të mu re, me ta dënat. Jini la zrume, jini bokët. Sofia ja do të me hekë dhunën. Nuk është dhunë, dhuna dhe mu re ka dalim. Dhunë është me t'i bëgsa. A din, na reke kështë e ma poqin. Vetë ja që isha lor pasha shpirë, ja që qa poqin tabak, qështë. Ja që isha poqin. Ti po flas me naj trene tjetër? Burri me i burri Po trene me lezet. Ti pas ke po. Po se qasë jo kje që ta i kara një zëgat me lezet. Veç burri jem, bura tjerë jo, për shko ishe me ma tepër do me thëmë. Tja? Jo ti. Je vëlloj më të rame, më falë, mas pari dësh me pas dëmëth me shkollë me bukje. Qa do të pas? Mëth. Po. Se është televizionës, gëzena me thëmë për. Po, Ekziston të kanalë. E buna një film. Janë jo, ja bën aty tja. Ai më shumë shërë se sa fjallë ti falni ju valloj, do të me shku emisioni kësi asir e ngeli zemre. Shumë shërë dhe hile. Pa, unë kësë vjen disa, a keni forë në e herë, a keni marë si problem qështjen e nënav që përshkojnë mi qu fëmin të shkëmna. Klas por, afra ma. A keni marë si problem. Përshka na jem gruja, si mja mirë me vjetëri të najtë. Ku mi qutar vjetëria, kejtë i zonë kena qëtë mi pos pia trikaqe. E me pos anije, me pos kere, me pos BMW, me pos banese, me pos deti, pos ki. Kërski dhe të knasë që atë. E që na ja fëmin të shkolla, a je leftir ka tjetër. Me kam pëjetën ti, kejtë të valoj me burën e vjera, e te mushkja. Ditën e po rafshkën ke kopet me vjerë. Shiri kësoj, se me ta stasta si budolve, se këtë kësë, i sholla ferit agoni del me naj i laq e na qëtësën, se një farë nervëze, për të kalzej vish trompi, i sholla në rahatën. Që veshe, që i ka si më mirë, e ta cëmës po vesh kja qështë? I ka hije. Ja ma por i ka komt. I ka komt se ti kush vesh, po si ka hije. Po i ka komt, e ka... E pëse të vesh që më vesh që shto? I ka durt, e ka ato për mas, që që të në saj për mas? Shpinen. Po që është në gjithë me mëdh, e qështë, i ka hije. Për valoj për e rrit. E kështi që i zonë, valoj që e zonë, urive për emisione. Po i seksualizon pa gratë. Po i seksualizon pa gratë. Jo, kjo termi rëmë për nëllë. I bjen po mlavdo pak që shumë.
Pa? Jo, nuk e bjen bashkë. Qaj bjen me Prishtinë që ke qish? Seksualizat? Qaj bjen me Prishtinë se s'mar vesh? Për këta ja Po unë s'di me Prishtinë me thonë. Ani me shkup, qka i bjen? Qka i bjen me që kja? Kjo i bjen dhe që nëse jep dikuna komplimente shumë, ja ka bën shumë mu duk seksuale. Shumë objekt. Si objekt seksi, apo duhet me gjyku qa me ndonë. Për me full dyshe do të me që laborator të analizat. Tash për zamër s'mu me full se kardiologës jam, unë e vesh ka përsha për flasë. Faleminderit, Sofi. Je shumë e Wallahi që të nisë jam pa vje vesh me ik për shpis. Se s'po di që të zonën e onën e qa po jekin qa po je bojnë vjera, pa kështë ka bo djallin e je fëtume. Pa me këmë të ishe s'pashtu me je fëtume. Pa shka të mojej, pa shka të mojej. Ju ku mlu 5 vjetë e zonë, menzi... Që kibja, 5 vjetë e zonë, menzi ba ka bojnë qik. Se jenë tranuesët. Të në herë ma jene kum linë majnara, me të prashit pasha zote fmine kum po që atë, veç kum thonë plokut kape, e kum vazhdu punën, a së dhe lindin 2 muj, ditë rimro, ta mërmene ka bo ajra plan. Allah i more. A ti, hajse, ta ka hangër drejt që kritë. O vëlloj, veç po vjeni noti pe familjes tamë. E gjitha je dosh me pëmrimin e dukatin sane, se ishe shkutit e bovaje. Dukatin me atë lupën, më dëvkeme me zmadhu për me po dukatin. E hodhë sa një fije floko. Më s'kena ma jemë ma bliko blet. Ja kalza tash krejtë të O haram të këfshin se dukat matë se toni kështë në halë nuk ka posë që sa ka të bat durin. Kështë dukat? Kështë dukat? Matë mirë se ti nuk ka posë, për ti oje pa styrë. Te neqe, tjetë ke dhëmë kërë Ti fajtisht për trompi ka fojtë që si gjunë raketa krejtë nusër të martume. Që e krillë shu guhen e krillë shu e në asfaltën e shu. Burave të martume. Që e tek me i tek ta burra? Fuqysh nuk përzojnë në vranje 5 burra me të botë qyqe. Për minutit. Oj, e shkretove. Jo, s'ko qef. Ja. S'ko qef, kjo pithot me dhe me ka ta mos mu gjujt. Në Prishtinë, fali bre shqipse ju me shkullë të më hapjet një. Kjo i bjen që burat e martun po thot trahtojnë, e për që ata mja gjujt atyre në... Burat një se ka pos me trahtuë, pëse o këni qelë hati lati zonë? Kush e ka qelë? Vetë më rej kanë qelë? Kësh, ata veta? Ja, se s'kam pora dhe mi qelë me trahtuë. Pasha zëtin ja. Për nosh, trahtia hane dhe ka egzistuë. Burja me këm zonë vetë në ora. Urin tam vallahi në ora këm zonë. Të trahtu? Po dhe me sabilin e ma hollës përshme. Edhe? A te pro konti Edhe çka i bune? Jem një krenare. Jem një krenare qysh sa pilja për të në burin tanë. Jem një krenare. Ja, së koni mira? Jo, i mire kom, për që di bëjnë terme, ku t'ja i mira i keq. Vish kom t'ja ki poni me harro. A dini që kur e martuën... Dhe me thonë ti po pajtosh me mu. Me qka pajtona me ti? Që trahtia të bon mundje mirë. Po me qish nuk bën mund një mirë trahtia? Ua, 2 gjenerata të ndryshme mu pajtu. Qish nuk bën mirë mund një trahtia në të nëzofsha? Ja kalzaj ta jenë qifë. Po ti po the që e ke nëzonë. Po ti më që besa me fjallëve të mija të e normal. Pa di që te kësha nëzonë që e kësha bo. O pasha shpirtin e nënë se kësha prej dure e kome mas pori sajt. Dure e kome krej e kësha shpirtin. Mja lokon. E tash Valloj që e pajtimit jem që ato që e këna lokom të kom baja. Po vallohi jaloj që akunatit komen. E ka pos gishtin që kaq. Gishtin e malë komës që pasha shpirnot qështu dashke se vesh ke gishtin që ka. Mi herë që të që të më rëke. Që të më rëke gishtin pasha zë. Aj, ma ka ndrëdhu humë në të jale komen. Qëre që ka ndrëdhu humë në të. Pasha zë. Ju falenderoj pa fund për këtë atmosferë edhe për këtë qasje, sepse emisionin zonës kështu mujtë me mbyllë ndryshë ma mirë, se sa me paracit... Ja, dhe pak. Jo, këna me ne. Se sa me paracit modelin të amant grave, se si ka jetu, si jetojnë, edhe si kemi shumë gra edhe patriarkale që qëndrojnë mrapa. Qaj me Prishtinë qasit patriarkale? I vjen që gra që i mbrojnë burrat. Je që i mbrojnë, burin dhe të me mbrojnë. Burin se është kraj, mënuet të në kuën a ke po. Gjithë këtë dilë atje në katë pash. Edha e bomërë bëdoll të shqiptar, a është ka mjera që të? A i një mërë ju normal, pe kuri që një sa bashkë të makri pruën zet. A i një të di që vera është, të bëdoll. Vera më rështë të vjetër nuk kanë dollë me thonë zet. Vera është, bëni të është me ujtë ftëf që kaqë. Zeten. Që të makri pruën thua ti që Amerika pleshën zetin. Zoti me pleshën zetin. Ua, di që apëm që di që pajtojnë me një pikë, dhe më thonë për trahti. Edhe Sofia dhe... Je, bala, unë e trahti është e keqe. Ti herë për tu e mirë, herë për tu e keqe. Kështë trahton? Kështë trahton behri da. Kur më si dolt atë në dhanë. Kur, jora, pillole min. Edhe unë pajtojnë aty. Trahtia, a di për këne trahtia? Hajdem.
për ata që se në knasht kërë. Ta një rastisht e ka bo një femën a një moshkëll, e ta një adin, bat një farë se përmeni, ta shaj për të rathaj. A për din, po kush i ka kushtet e të rathan, që ti ki mundësit. Vallaj ti ki mundësit. Ama nuk shkon të rathja me kushte? Jo, la shkon. Me qushie kështu mrena? Vallaj nem kon seksi këtë. Ama mashkujt nuk trahtojnë vishë pëse jënë seksi femnat, mashkujt trahtojnë vishë pëse munën. O, vallahi, që qa... Edhe femnat... Ose për munden. Edhe femnat... O, vallahi, kam qelë... Për munden, po munden. O, i zoni kam qelë... Mosë njës privetit. Besoj në parimin që tjetërit rathon në qëfë se nuk është i përmbushon. Në qëfë se nuk gjenë diçka të persone... Krejt, një bëke me me të mesë... Nesë nuk ratojnë për qëtë. Pajtojme edhe unë me këta. Ti u bone mu pajtua? Ti u bone mu pajtua? Mësa të roha ti për pajtuash. E po tash në njerë duhet. Ama, jo gjithmonë që ashtu, se pajtuna edhe... Jo shumë mire sa. Ani hiqi kishtë. Anë në njëtë, ndoshta 2 dekada ka, jemi me anë Jo, se si ka 200 vjetë. Po, jemi goqa që, një dekada pak, jemi shumë shok ka herë dhe unë mendoj që njeri kur zbehet dashnia, kur dashnia fillon mu hargju kushtimisht, ose jo vish mu hargju në kuptimin që nuk kimo të njëjtën djenë, si kohë ma parë, kur e ki dash dikën, atër mundet me ardhe dhe të rathia. Po, para se më ardhe të rathia, unë jemi pajtimi që du të munda. Dhe me thonë se një lidhje për me rujt raport shoqënor, edhe pas raportit që e ki sentimental, Qane se nuk donë me unda, thjesht se donë me pas edhe një lidhje tjetër. Nuk jam për lidhje paralele. Ate me pos kështë dërmet mështë të shkita telefonat e dykatela. Me qashtu. Tona, si jam për lidhje. Dhe ka telefonat e dykatela edhe grune dhe ase qere dashit. Jo, nuk thash edhe grune edhe dashnorin, thash edhe burin edhe dashnorin. O, ja? Gratë, Moqika me se që ka hije jeseni femna, a për turri, a për të qysh lohet, a femna, vallohi, femna. Mëse thuj që atë fjallë, mëse thuj që ato. Lohet, lohet edhe femna, sa shampuni, ta vëlloj. Vallohi, që hadre që konstani pësa, po konstani sot me veç, a keni bëth. Ja, u ata, të mire që amoni me qenë ruhe. Mëse thuj që ato vishë femna. Hatelin a pjau pagun, a pjau pagun. Se me feminizëm, kena nevoj për hotel heq. Shdo më thonë shkush në hotel. E ku të thënë një, në kine moa? Ja e qiqa që nërva për më shkenë, është në gjellë ka talent të mëdhimet, shfaqe për bëj, a ke po këtë artistat, që hinë në e tani mas 3 ditë kështë po doli për rulli, ta mërmanja rëlli është, u maru matur, vëtë në më qëtë, që është bënë më në dronë, për krejt për ti menejnë e bijat e mija, krejt dronë i kam. Krejt me fokaralake, një unë alëshume, tjetra buri për dole. Me zdune, me ta. A kena nevoj këtë popull, mas jute, ka nevoj veç me kesh. Se me shekuj na kanë rrej, na kanë dhonu, s'kena pas me hongër. A dini breje kërë heksh për e të zinë kësë? A dini se leve të heksh për e të zinë? Edhe ljopa për e për rrej. A dini Maria që derin edhe të 7-ën, 8-ën, dhe 2004-ën ka pas për e të zi, që e kena qitë me maru pëstin, edhe kena shtijen vjesht me unë zeja. A dini që ishtë shpirë shqiptarit ka pas ljop. E sët me kanibanesht pëshërt në fërsh këso, se ljekër kërshkërkonit. Marrësht. Apo t'janë zërë, Sofi? Po, ata du në rritën, pak me tonë qka. Po, me Rita qadush, që është kom si shkëll. Po, ani pse jo, ani se sot e kam edhe fustanin e bukur, sot. Jo, më edhe pranoria kaka. Edhe pranoria kaka. Edhe ambienti kaka, po, vallohi, Rita dhe pas kamerë shkur. Treke hunën pak. Jena kina pipo djeve veshin. Hajde Rita, shkojnë, a kemë su tabelën me 7? Ta tjetër që po. Shkojnë. Mbrapshta më mbarë. Për nisa për mesit në që keni nisë. Rita, qa ke sezoni e këj sezon i zona për ty? Për dhe qa ke sezoni të zona për sezon? Po, këj sezon ka që njerë zakon shumë për mu personalisht. Jo qëllimisht. Jo qëllimisht. Disa temat e zanat kanë... Më kam bë mu të them disa gjërat saktuara, kur janë diskutuar dhe kanë gjallë debat atje jashtë. Mendoj që ka qenë një prej sezoneve më të suksesshme në përgjithësi. Më duke sikur ai kaluari ishte vetëm prof, një pilot, derisa ne sohuan. Ja që ata u që e këmë sërpik të ashe rok me të keshë. Unë së kësë tërpik rritë. Që unë për sërpik i pak. Që ati krejtë e veqë. Se kish fry, sa e ka. Po, a tjetëri duket sikur ishte vetëm sezon prove, derisa ne njohëm njëra tjetrën, edhe këj sezon ka qenë jashtëzakonshëm, sepse më vetëm se ja dim pikat kryesore, ku preket njëra, ku preket tjetra. Edhe se si ta nxisim debatin. Më kam pyet shumë nëse deklaratat e mia janë të qëllimshme, nëse ne I bëjmë me plan.
Edhe absolutisht ndonjëherë unë ngacmoj Paulinën qëllimisht. I them që unë i du burat ma shumë se ajo, ose ku digjë, unë diçka tjetër që e nxit pak, përveç të çështja e shtëpisë të të moshuarve që është ndez vetë, s'ka pas nevojë për nxitje. Po, ka qenë një moment kur Paulina është ndez realisht, ka pas një reagim shumë të fuqishëm, kështu që Te kjo pjesa e të moshuarve, kur deshmërehi. Edhe aty po dhe ma herë, diçka u konë... Edhe se zonja e Që më para në sy ka qenë një diskutim, një debat mes juve dy. Ajo kone rëndë. Jo, ne e bajmë debat, kur debatojmë, kur diskutojmë, sigurisht Me pasion, që prej fillimet e kemi pas që panelistët mujnë me debatu me mu. Në secilin emision në Kosovë, ku do tjetër, autori e emisionit është një farë mënyrë si i paprekshëm. Po si i paprekshëm. Zakonisht panelistët ose mysaferët gjithmonë e trajtojnë vetëm Njëri tjetër. Është kërpiquni mësafirit bëksa. Ka batut Daviti tjetër, kësh më jorë s'ka. Kërpiquni me thej këri ditë kërë ka grifë, se dhe në grifin janin. Jo, kërë poshë, që ajo është tamon liri e shprejes, liri e fjallës dhe më ka përqysi. Debatin mujnë me zhvillu edhe me mu. Absolutisht. Sigurisht që nuk është që unë i kom stopu ose nuk e kanë atë drejten, mos me ba debat me zonën autorin e emisionit. Pavarësisht të çka mendojna, pavarësisht a pajtohemi a nuk pajtohemi, sigurisht që na kena me bë debatin më të mundshëm, më të fuqishëm, ndoshta edhe nervozohemi, ndoshta edhe shpërthejmë, mirë po të nesër ose javën tjetër do të kthehemi aty ku kemi lënë. Më fal që ndërpriva, ajo tregon që na jemi këto që jemi si jashtë, që ashtu edhe brenda. Absolutisht. Në një debat të tillë na shumë shpesh harrojmë që kemi kamera. Unë shumë shpesh harroj, e shoh pri pozicionit tem, qyshriq unë harroj. Mendoj që jam në shtëpi me 5 njerëz intelektual, me 5 gra intelektuale që din me debatu. Edhe harrojmë shumë shpesh që ka kamera dhe e bukra e kësaj tavoline është që momentin... Jo, të kom ty bolë ma qitë nërmen. Se vëllë këtë shpia sans harën. E bukra e kësaj tavoline është që kryet emisioni dhe gjithë shka vazhdon tutje, sepse qashtu dhe duhet me qenë. Më interesante që më bëhat arbër me qeqele këto është se unë kom pas debat me Paulinën shumë shpesh, debat e tjepër të nxehta. Kemi pas me Anën një rast debat shumë të nxehtë, që ka qenë shumë i ashpër, edhe me vajza tjera dhe me Shëngyllen. Dhe sigurisht që mu më pyesin mas emisionit, a ka me ardhë ma? Me dhe me që unë e qasë prej emisionit, së në kom qatë fuqi, mos me pas më në emision. Për pas kësaj, mos me pavish për prizmit a e qetë, po a vjen mo. Ose a vjen mo. Gjithmonë shkon ajo, a ki me thirë prap të në emision, ose a ka marrë prap ajo persone. Sigurisht që vim, sigurisht që i tiri, sepse emisionin zonat nuk e ka ba vetë zona, unë jam autor e emisionit, unë e kom ideu e bashkë me Artën, shoferi, me Artën që është producent e emisionit, bashkarisht edhe me të shtatëshën, mirë po vajzat janë ato që e kanë bajt kom, panelistët janë ato që e kanë rrit, panelistët janë ato që e kanë dhënë energji, edhe këto janë pjesë e emisionit zonat që suksesi i emisionit zonat nuk është i zonës, është i Shëngyllit, i Ritës, i Anës, i Paulinës, është i përbashkët. Po të me nda një fragment, më falon, nëse më lejot, e kom defekt profesionalisht, zakonisht i përsjellë shumë emisionet që politike, sociale, ekonomike, edhe më kujtohet një momenti Leonard Kërçukut, thot kom e nis një emision që kom e buj, kom e Leon Zhurëm. Edhe realisht e mora pak me skepticizëm, kuptimin që gjithmonë kur nis një emision, prishmërit janë të mdhaja dhe shpesh edhe nështë edhe rajmë vetën. Dhe më thonë, ideojmë shumë gjithka të madhe dhe në fund nuk realizohet dhe tani zhgënjimi është shumë e madhë. Po e pash në studio ndoshta jo që shena mësumi po në Shqipni. Studio me shumë leda, me shumë abden skenografie, një studio modeste, po që përmbajtjen, dhe me thonë edhe unë gjithmonë jam koni parime të njetë që gjithmonë du të me pas emisione përmbajtësore. Dhe me thonë që ka substancë, vizuelja nuk shyrët. Kur është përmbajtja, kur është tematikat... Do më thonë, për teksta, sinqerisht po thëmë, kur ka përmbajtje në emision, kur tematika është të qëllume, edhe në gjallë kurreshtjen e publikut, që kjo e bën emisionin e mirë. Ti mund është mi pas milionat mi investu në studio, o që aty ka lënë dhëmë të nëna jam, i natër, i lënë qatë gotë. Se nuk ka ma për pankras ma mirë se ujë, kër i lë dhëmë në ka. Shumë për pankras është një nishë, për të kalëzej drejt. Jo, sinqerizant për gëzaj, unë besoj fushishëm që në emisionet tona duhet me pas përmbajtje, duhet me pas kontente, duhet me pas tematika që realisht i prekin qytetarë të çdo ditë.
Domethënë nuk është ideja se pak na ka përfshi se cili emision më këshin më Bobo Rose, abdel magazin nuk i nevoj. Janë emisione specifike. Unë e kom një emisionin, është emisionin Pasha za. shpirtin e nënës pumbat benzinit, edhe emisione qasë që më rros. Jo bre. Po shkojnë t'i gjejtë mikrofona 5 evra, në shërë, ta rros mikrofonin gëj. Po bre, qëre. Ku për jetë të shku e ti? Qëre. Qka t'interesan ku pashka jo? Unë e kom një problem, ku emisionet për shembull të nëndahën, emisionet janë ditore, janë ditës, janë mramjes, janë debatet politike. Unë e kom qef emisionet me pas sa ma shumë. Se tregu të servon, domethënë kur ki konkurrencë kemi provu emision të mirë. Po ideja është që zana të konë diçka që realisht nuk ka pas. Edhe ai kum pas pritshmëri të mëdha, kum pas shef me pas diçka që temat që na kanë duk tabu mi thyq ato tabu. Po viti tjetër në një emision Sofia s'ka me lanë. Jo, është e mira që mos Unë e marr artën, mos e kësaj. Sofia ka me bash. Qëre, e bukra e kësaj është media tjera, me marrë një koncept ndoshta jo me bu copy-paste, nuk jam me plagiaturën e urrej, nuk jam me djedh iden komplet. E le të marrim, po le të modifikojmë, po le të bojnë mirë. Më dhënë ideja është me bu emision të mirë. Me pas përmbajtje, me pas... Shumë që ka shumë ma mirë është. Se cili emision e forcohet. Që kemi qyshmu që përlohemi ose diskutojna. është ide, është like shembulli më i mirë për mi kallëzu këtë njerëzve që secili ka opinionin e vet, edhe nuk do të thotë që na duhet mu pajtu, edhe jemi në studio, na debatojmë sepse jemi të ndryshëm. Mu pajtu kur për jetë. Po do agree to disagree. Që aty është bukuria e një jete, sepse jemi të ndryshëm. Edhe kur më thonë Që unë për shembull këto bëlla du siri. A di pse du, veç që përloh me që ta këtë du me, edhe dina me shku për bajram dikën mishtia tu, me vihet vetërtina, që ashtë e kena politike, na du me ato ishtina, a përdin, a bus më përloh me të më falë të Po, në stani Sofi, se shumë e mirë. Edhe suksesi vrejës në gjdo tavolinë ti që e she, fletë për zonat. Jo, zonat kjo që është e vërteta, unë kam shumë ftesa në Shqipni. Zakonisht kur janë në reality show të më ftojnë me kona atje edhe me apë opinione për lojën se historia që është më ka caktu edhe kur shkoj atje e di që diskutojnë për zanat. Sinqerisht po ta thëm, nuk e bëj, nuk jam i prirë në kur njët me lavdu diçka se nuk e kam ka. Po, kemi tregë, është e vërtet. Momentin që është emisione, ky emision ka pas nevoj. Dhe më thonë, unë e menoj që tregu... Kështu të sigurimit është folë. Po, folë për zonat Bendo që është deklarata e ministret të infrastrukturës ka qenë kështu të sigurimit. Mediat në Kosovë ka nevoj edhe ka hapësirë për shumë. Ka hapësirë për burrat. Po, absolutisht. Folë edhe për burrat, me pas emisione specifike, dhe me thonë për qysh trajtimi burrave. A kesh përdorën burrat sot? Mos i marrin burrat e kohës, dhe me thonë para 3-4 dekadave. Edhe në këtë studio... Jo, a kesh trajtohet një djallë si moshe emja, që duhesh dhe me thonë, femnat e kanë instalu për shembull, unë këtë logjik nuk e pranoj. Po du me përgjësun as në rëthan, dush me ableni kërë, dush me ableni iPhone. Qysh i bën ai djallë, sa heka i djallë. Ama kjo është pasojë e patriarkalizmit. Absolutisht. Kjo është që kemi diskutu këto, e kemi diskutu në studio në zonave shumë shpesh. Unë kam ndryshu opinion në këtë drejtim, thonë pse mos me ta kërku valla. Urda? Pse mos me ta kërku? Ta kërkëm për sëkije. Jetë që qishë. Duhet më meritu. Jeme kërkëm se pa pora është. Këto veç orë pa kushte. Pasha zëtën e zonë ka thonë që hani bëgë 3 herë. Sa të 8 viti këna hongë 3 herë gjithë, as ka lisker, as për qërë. A dhe dhe që është ideja, se tjetra pik pajtona me Orbrin shumë, po ka dhe shumë mashkuj që nëse një femën nuk i kërkën, ose nuk i qëtë kushte, po thëmë për iPhone-a, për sësene, e mërë se kjo ka easy, apo të nuk ka e letë. Do me thonë, hypsët rava është drypsët rava, i bjene letë me dhe me. Nëse ti nuk i, do me thonë, nëse ti folë si njëri normal, me një mashkull, ditë sudit, ta merë ku sa normal ka këte, aden? Dyqysh, tash qa me bo, dyqysh me vepru, a duna në gjithëqysh me tjetë kushte ty? Edhe rritës më falë, Ana, se për gjithë është pyetja në fakt, pse e shohen kaq mëkat kërkesën e grave për pasuri? Sepse mëkat e shohen nëse një vajzë e kërkon pasurin, hisën të shtëpia vet, të prindrit e vet, mëkat e shohen nëse e kërkon një burr i cili ka pasuri. Po kjo është patriarkalizmi. Jo, rritë, vetëm falë. Kjo është patriarkalizmi. Unë konsideroj që kjo përpos që duhet mu definu me ligjë. Kjo duhet se cili prind, që ose pak ndjen dozën e prindris, ka shini fëmis, nuk ka kur njët zbën qikës nuk për janë ndaj, e djallit po. Po kjo është faktike, jo, është fakt, po ka fillu më reduktu. është 4%, është Kosovë veç.
Zonë, më shkojmë statistikisht se ka dhe prind, për shembull që ja jepin shikës o nuk e deklaruajmë dhe nuk e dim. Dhe më thonë edhe statistikat, dhe më thonë nuk mos i marim shumë numerikisht numrat se... E ti si është puna, Zani, unë me... Po, Rita. Se do shta me nejse erdhe. Po, Zana. Zan, unë mendoj që në përgjithësi sot, djemtë shqiptar nuk kanë më çfarë ofrojnë. Në çfarë do lloj O, durën e përvel, të ka vesh pjarrasi shqiptar. Për ta përfundon, tani kështu, për ta përfundon, se nështë ta pëlqen. Për ta përfundon, se nështë ta pëlqen. U bën ca muaj që unë jam single, edhe po shoh se çfarë po ofron mashkulli, buri, shqiptar, tregu, siç thotë Ana ndryshe. Zan, nuk po ofron... Kërgja? Kurgja. As natën? Jori, a ti qa mendoj? As natën, as ditën. Sinqerisht. Jo, e ka thënë Ronela Hayati në një emision shumë të mirë. Sot s'ke një burr me cilin mund t'ulesh ta diskutosh poezin, ta diskutosh një libër, ta diskutosh... Drejtë që me burr për kiqa bën, në shpezi. Edhe pas ka thonë Ronela, Ronela akademike, qaq. Hajme se më qërda Allahin e dhe Politik, Zan, du t'ule me një djalë të diskutoj politikën, se di, të Kosovës, të Maqedonisë, çështje të tjera. Nuk ka më një bisedë të tillë me një djalë shqiptar. Nuk... është bë bajat, do me thonë. është bë bajat dhe në atë nivel ku... Momentin që del me një vajzë, edhe fol shnosh, fol mundosh, pak të mi tregu që abde nuk jemi shumë të ngusht, abde nuk jemi në linja bazike. A mundosh me fol për gjana të ndryshme, do me thonë mundosh me fol në qofë për ekonomi, qofë për... Ti je boring për to, nuk je atraktiv. Do me thonë, edhe femnat, ju ka shumë. Do me thonë, ti tani një eshtu, what's the point, ko probleme? E mune probleme është ajo. Ashtë edukimi... Ani, që nuk është për ty, edhe mu vanë. Edhe Rita, duhet me ditë... Mu që mja thonë ta bile me 8 femës, e në më nërmal jo? Kër kërkesat i kitë sharpa me vetën, ki me gjithë potencialisht, se besoj që... Absolutisht, po flasim në përgjithsi, se kam pas mundësi mjaftë të shoqov me zonën, okej. Kime po mirë me shtaun, kime po mirë gëmë. Ja shtopën, ja gëmë edhe ti. Veç ndoshta pi raste personale, mirë po është energjia, është ambienti i tillë. Edhe tash, Zama, i kemi me përfundu. Do me thënë, kur ti nuk merë në thelb diçka të mirë qënë, cilën ti e kërkon, po më duke legjitime fundja fundi ta kesh një celular edhe një makinë të mirë në fund të ditës. Kur s'ke qa me tjetër, s'ke të gjë. A jam u pro kësaj? Jo, unë do kësha dash. Unë do kësha dash. Ta dëgjoj një sa më bërë. Se kom kry. Se ki kry? Jo, se kom kry. Tash, unë nuk jam pro kësaj. Absolutisht. Unë do kësha dash shumë të kemi djem të kulturuar, të edukuar, gentleman, që din ta qoj një vajs në një super date, të dalin për qef. Për dinner edhe më kohë... A e disa bazike është dashuria, mirësjellja, gentleman looku, është shumë e thjesht. Nuk e di se si mund djem të mos din dy gjëra bazike, cilat i kam pas burat më herë, të paktën i kam pas ca elemente gentleman looku, sot as ato elemente nuk i kanë. A dua unë tjetë kështu? Jo, absolutisht jo. Unë do kësha dash të kemi djem shumë më empatik, që japin dashuri, që janë më emocionalisht të pjekur. Rita, unë duhet të thamë që do t'jap edhe fjallë minerar, duhet të thamë që gratë duhet bëhen materialiste. Bëhen materialiste. As mos e lani pasurin të shtëpia juaj, edhe sigurisht punoni për karrierën, punoni për gjitha. Edhe zanë në fund të ditës nuk të duhet... Materialiste në kuptimin e mirëfill fjallës, mos të marri materialiste me pa me marrë tjetërit. Materialiste në burrat. Bravo. Shko New York. Edhe pata rastin kur kesh para 2 viteve me taku një shoshe, klas kemi qenë në fillore. Edhe qika ish, dhe më dhënë entrepreneur, ish zhvillu shumë, ish rritë,
Po dalim, po më ftoj, po vjen po se Amerika e madhe, New York e madhe, dhe më thonë erdhë mur me kerë, me makinën e vetë. Këtë vetë i kish bu, kishë më ri. Po duhet me pagu darkën, pe pagun, dhe më thonë, në kuptimin që një femën duhet, nuk ka nevoj me pagu. Nuk du bre Arbër mo me pagu darkën, unë nuk du. Jo, po Arbër ka thëtë që është okej femna më konë independent, Jam plotësisht e pavarur në çdo aspekt të mundshëm. Jetoj vet, paguaj qira vet, vetura është e imja, punët janë të mia, super e pavarur jam. Shoqëria nuk të trajton si të tillë. Pavarësia jote gjithë kohës në sfida të jashtëzakonshme për të jetuar një jetë egon mashkullit. E pavarur. Po dhe po mashkullit nuk kanë qef shumë, nuk kanë femën e pavarur. Tani kur bëhet ajo e suksesshme ose materialiste në kuptimin e mirë të fjalës, është tikulit shumë. Femna dhe mashkulli e kanë dorë që çdo më qas tjetër. Kjo pikë. Domethënë që se ti do me kriju një distancë me tjetrën, ki me kriju distancë. Unë që probleme kam. Mashkullit e na po ju se ti ja jep mundsinë. Jo, nuk ka qashtë. Nuk ka qashtë gjithmonë. Po, okej, ti mund të qasa din me pasë një qasjet gabume, nëse ka një djallë një qasjet gabume, a faj se te ja lejon. Momenti që do me kryu barjera me dikot. Nuk ka qashtë gjithmonë. Për shembull, mundesh me njoft një njeri prej fillim edhe ta dish se si është. E që ata tre ndërsy sot janë super të interesuar për ty, nesër zhduken. Kjo është realiteti burrave shqiptar sot. E ku e kanë marrë këtë realitet edhe ku e kanë mësu këto gjëra unë se di, po që sot të jesh grua e pavarur është një sfidë e jashtëzakonshme. Askush nuk të merr seriozisht. Edhe gjithkush pret prej teje, ti të jesh superwoman, ti hapësh derët vet, ta pagush darkën vet, ta bësh këtë vet, kur në fakt jeton në një shoqëri të jo të barabartë. Vazhdojmë ne të jetojmë në një shoqëri ku gratë janë të shtypura, ku ma paguhen më pak se sa që paguhen burrat, edhe krejt aspekte tjera. Unë do kisha dashur të jetoj në një shoqëri që është e barabartë edhe të trajtohem e barabartë, po jetoj në një shoqëri që nuk është e barabartë. Edhe nuk po më trajton si të barabartë. Nuk isha me thonë. Bile kini dal për të barabartë. Me dal kërdush, me hamër kërdush, del 12 natës, këthehesh. Allah, këtu e në gjana minimale. Po veç për kur janis me dal natën, që të ndarje për ndëllin. Që të ndarje janë minimale, bazike. Unë e them, unë sugjeroj burrave me vanda. Nije, se të burri me më qunë diti, përdaj ko që më i pës kopore. Të i budalica e kopore. Zan, në qofë se më lejon edhe një gjë të fundit. Shëngyll më falj. Më falj. Jo, vetëm edhe një gjë të fundit për çështjen e materializmit. Do me thënë, ne si gratë të pavarura jemi nisur gjithmonë me konceptin të i bëjmë gjërat bashkë, do gjejmë një djalë, do i bëjmë gjërat bashkë, nuk funksionon me burrin shqiptar sot ashtu. Kështu që edhe unë e du një të gatshëm në fund të ditës. Nuk funksionon, se kanë ego të jashtëzakonshme, nuk funksionon në fund të ditës në momentin ku ti je në një pozitë profesionale më lartë se ai, nuk të pranonaj, nuk të përballon. Jo, a dim se mendoj, se unë mendoj që kjo është lind prej familjes. Familja. Prend, do më thonë, mu për shembull me pasun nuk kam motor. Nuk kam motor, po e di që me pas motor, do më thonë ajo shkom pak më privilegjuar se unë vllaja. Absolutisht jo. Kjo ti je i sigurt. Ama kështu janë kralla. Jo, trall, unë mendoj që familja baza nuk mundesh, unë nuk mund me mendu. Ama shumë ju nuk mund me mendu, unë më thon motra jame, unë kam dy banesa, ajo nuk e ka asion, nuk tas mund me mendu, abdin. Çfarë për mos me mendu unë, para se me e babam se mendon. Por jo shoqëria. Po jo shoqëria, po nisa edhe për rreth, edhe për çfarë, na kemi një shoqëni, një rreth goxha të mirë, do të thonë që jemi goxha të ngritur. Unë ana kemi një shoqëni që janë të emancipuar. Mirë, po është numër shumë i vogël. Është rreth shumë i vogël. Nuk po di është i vogël. Rrethi që po thotë të emancipuar. Bashkë ky rreth i emancipuar, domethënë në brendësinë e tyre janë më old school se sa dikush që ndoshta nuk e njeh hiç. Domethënë këtë familje që po janë çto më rich, le të themi, ose në media, këtë me këta edhe me muzikantat, edhe me këtë, nëse rrin ulësh ful me ta, a din çfarë trajtimi i bujnë famave bre? Katastrofë. Kom po, kom ni, i kom po dhe shëshnin teme, do me thonë shoqet e mija që kanë dalë me vipa, të themi, a din çfarë trajtimi? Pse ke qitë këtë foto, pse ke bu këtë foto, ndrau, veshë kështu, veshë ashtu. Në thuj, Zabuna, Sofia, në pove kështu. A di se nëse ki fjallin për vipa që të në problemi ma i madha, din ku qëndra. Edhe unë mendoj që u pajtona me ato që ti aldejon me trajtu që është du të me trajtu, por jo gjithmonë funksionon që ajo, se ti mund është më konë shumë okej me veten, edhe mund është me folë shumë normal. Nëse unë për shembull ja kthej në një mënyrë normale dikujna, le të themi një kompliment që ma ka jap edhe unë flas mirë,
ai personi ka me fillu me vazhdu ma të tje, edhe me keq kuptu që atë mirësin tënde. Tash ti s'po din çka me bu, a me folë si njëri normal, a me thonë ik boju. Do me thonë është një farë... Shkon me një restoran, një djallë që nuk ja qelë derën. Një vajzë që o dalë me ta, dhe më thonë që aty në minëherë nuk ish vazhdu darë. Po, aty në bazike, na po flasin për trajtimin njërzor. Si kanë që ato vajzë. Se gjanat e vogla. Po që nuk di me rrugën me të respektu. Po shëngëll. Unë falë. Jam 79 që i bjen 46 vjetë. Po flas për kohën kur kemi dalë në Kuriz. Ka qenë vendi i vetëm ku Prishtina ka pas plot kafiqa, edhe nëse nuk kanë ekzistu telefonat mobile, dhe ti kur ke dasht me pa tikon, natyrisht s'ke mujt me dalë për çdo natë, sepse ke pas pare pak ose heq, kushtet e kemi pas një pjesë e konsiderueshme jo të mira, e ke pas një të premte ose një të shtunde. Unë për vete, kom nostalgji me i pa të rrit, po pse jo dhe për vete, afrimin që kemi pas në kohën tem, po flas kur unë kom qenë në shkollën e mesme. Ti është dasht me usil e me u lëviz në për Kuriz, e ndoshta mas një muje ose mas 2 muje mu bashku syt gjatë kohës atë ke bo lëvizje, mu bashku syt e tek mas 2 mujve dikush me tu afru. Ajo është një lloj respekti, sepse atëre guximi ka qenë shumë, kam pas guxim, edhe atëre kam pas meshkujt guxim të madh, por respektin për një femër e kam pas shumë atë ma ndryshe po shumë e vërtet. Përdesa tash qasja është direkt e në shtrat. Do me thonë, s'ka pik respekti për femra. Natyrisht që na nuk po përgjithsojmë. Shëngëll, unë besoj që... Po koha jonë, edhe koha sot është e jashtëzakonshme, dallimi është drastik. Jo, është drastik, atë ka qenë respekti më i madh. Problemi më i madh, dikush Ideja është që veç me tregu çka po dojnë, po nuk kallzon kërkosh. Ai është në gjendje me rrejt, çat shumë, por me mritë pika që dojnë. Do me thonë me problem. Do ta them një gjë, kam një problem. Pse për burrat është krenari seksi, sepse vërtetë është krenari seksi, është normal që e kërkon më një herë të një grua dhe ende vazhdon që për një grua të jetë turp seksi. Po nëse një burr do të bëjë seks me të parën, le bojnë edhe grua. Për diçka që bojnë, tamam puna me pasur. Fenomenin. Unë zakonisht them pse burrat e konsiderojnë organin e tyre gjenital kaq të pavlerë, saqë si hum vlera asnjëherë atyre. Shkojnë me vajza te pa vlerë, do të thonë s'ka asnjë farë lloj vlere. Një vajzë nëse shkon atëherë më një herë hum vlera. Me thënë, dallimi është një femër nëse bën burrat e konsiderojnë veten shumë të padjeshme. Një femër nëse bën seks ai bën për veten, një mashkull nëse bën seks ai bën për shok. Edhe diçka tjetër, si ai humori. E bën për mi tregu tavolinës se cilën femër ka pas. Kjo krenaria patriarkale. Edhe kjo zan ka një gjë shumë të rëndësishme te ky exactly. Ka një gjë që kanë qikën e kalon që të doan por kalona ka nervozisht që kalona ashtë zotin po që për nervozën e kalona unë basan e lidhët ai Barceleta që është se ka dhe për meshke e që këtë parazitin e të lërës bula për i marim në market marir a kohë kësishë ne që të spëtrat ishte për me sheke në për kjere a të në që është moshkujt janë ma shumë se bëllë se falë bëllë për meshkujt flasin ma shumë se sa femna kjo është zinxhir edhe të prej femna dhe ndodhë kjo edhe prej moshkujt kjo edhe që moshkujt edhe një femna të një po edhe një femna të një po më zvet ja s'ka kalu kua hesh këtë një vafionen mund më dha hajde Sofi veç Rita se kam banë dhe të kalim të Sofia Dreqa Rita që një altit të fërë Rita në sekundë se do t'ja kalim fjalën po të shkur se kishe hesh si politikone po ti s'po mlen me po që o bëllë rapa në momenti duket shkurt po shife sa shkurt shife për 1 sekondë të kërë Gomeve me kërë, po të vëmendin në? Ja, gome vëmendin, së që fakti që ne flasim këtu për liri seksuale të grave, ajo që e the ti, pse një gruas nuk mund të jetë e lirë, ose ta konsideroj veten që thjesht po dalë për seks edhe kaq dua sot. Se gratë nuk duhet me dalë një date vetëm për seks. Kur flasim për lirinë seksuale të grave në përgjithësi, burrat po e marrin këtë sikur kanë të drejtë të shkojnë sot me mua ose me dikën me një vajzë të caktuar në shtratë dhe nesër kanë të drejtë të mos e respektojnë të njëjtën, sepse e konsiderojnë lirinë seksuale të grave si të drejtë për mos respekt të nesërmen. Andaj ne sot kemi kriju një gjenerat burrash dhe djemsh, të cilët vazhdojnë ata të mendojnë që nëse bën seks me një vajzë s'ke pse e respekton më. Kupton se ajo vetë thot që është
qef për të, është liri për të, nëse ajo don s'ka pse. Apo dhe s'është e pavlerë. Sepse seksi është martësor, për gratë llogaritet e pavlerë për një grua. Në të njëjtën mënyrë si është seksi për burrat, tjetë edhe për gratë. Kupton, vazhdon ta perceptojnë okej, ne jemi më të lirë tani të dalim me gratë, se gratë vetë po dojnë ka seks, ama vazhdon të jetë e pavlerë në fund të ditës, edhe vazhdon të mos meritoj respektin ashtu si e meriton ky tjetri. Edhe ne nuk kemi pajtimit në asnjë rrethon që një djalë që ka shumë femna më quajt Don Juan, e një femën që shkon me disa djem, domethënë kushtimisht me pas një epitet tjetër. Domethënë komplet për hir korrektesës jo, domethënë si e pa vlerë, si vden, çto shpak çto e kemi që të gabim. Vden si mendsi, si mindset. Unë flas publikisht për këto çështje, unë marr komente të tilla. Kur shkoti me sa të dush se s'na intereson, ja po vi unë, po ta ashtu ty me që do edhe me që sa të dush, se ata mendojnë që unë jam e hapur, edhe fakti që unë flas hapur, edhe se ti duhet me trajtu ashtu. Edhe mund të mbrin deri te unë. Thjesht se flas hapur. Ti që flet këtë okej, ama disa gabim është mënyra që shprehen ata, sa shumë kallëzon për ata dhe tregon ti çfarë popull ki. Ja vjen. Është një frustrume deri në kol. Kjo ndodh, pse ndodh kjo? Domethënë kjo ndodh për shkollës fillore. Baza. Domethënë nuk kemi land, nuk kemi land seksuale, edukuese. Seksuale mos të marrin land që kanë më mësuar. Me ditë për smundjet që të vinë rreziqe të mbrojtjen. Domethënë nuk ka një land për shembull që trit që duhet mos sill njëri me tjetrin në raport. Halo kieshe nëse një fjalë pikërisht. Për duhet ashtu në televizor. Ule komën së se kusha televizori më tërë për muë? E është. Para televizori eksistaj, kërse ka të shtatë që heq. Unë jemi në minutat e fundit e emisionit, zonat, një orë ma shumë ka kalu, deri sa na jemi, po, të kanë të diskutu këto, edhe unë po du me avdanë si cilët fjallën, për fond, Sofi... Sa shda i para, në i sens, fjallën e morën vetë, Sofi... Të që ka me full më i, që nuk e ka gojnë rëmeng, e ke sharë 200 euro në ujtë. Ja me pos gojnë taksi, Sofi, për fond, çka mendon për emisionin zonat edhe... Emisioni zonat, nëse qëre me tete, në emisioni zonat, nëse karakterizojna si person si njëri, është pak gajq, është pak nervez. Nëse karakterizojna si personal njëri, një kësha lut, jenë dhe qika që nuk eksistën që e fjolla që te, beqe kurve, nuk eksistojnë, ka femrat pa kujdeshme për vetën, edhe djemë pa kujdeshme për vetën. Ato emërtime nuk eksistojnë, ka djemë këqia dhe ka qikat këqia. Këtu e një numër i vëgël për në generale, ka edhe djemë të mirë, edhe vajzat mira. Kështë që nuk gëzojna me folën generale, kër flasëm për një metastaz dhe vëgël. Për zakonisht metastaza dhe mytë njerim të kanceri. A bëdjem. Po shumë mirë. Da është ta me folë edhe për hiset. Najnë arrit me një fukarallak. Gjda familje jap hise, për ta shikes nuk ja jap tëken që të, se që me bo qika me shtuk, me maru shpime dhe unë rësmënët, se ka kitë shabonin këtë, e ka kitë biladhin këtë, për çka për nëse që ke shpi, ka kushte që kësa bleni banes. Unë dorësë me ja bleni kësi, kështu që i bjerë që tonë përdojnë hise, api bjerë qashtë, kush nuk ka kushte... Po, me qashtu që pëtuti, po. Ja, qashtu është. Nuk është qashtu që pëtuti. Shengëll, kush nuk i ka kushte, se pasha shpirtin e nos, zemra ju kështë të tove, për kur s'ka shengëll. Kështë që hise... Vjede kur ka për djallin? Kur ka? Për djallin që aty bresh, djallin veç ka me vazhdu atë krizën, apëtet... E pëzdojt me konë që atë me vazhdu krizën. Veç pak, adërim një pytim, ja bon minutat e funit shpejt. A e një si femrat pregadit në primates, Rita jema e pregadit në primates. Unë mëse e pregadit. Jesi e pregadit në, se për lyp deti, a djali s'kaku. Mërë, unë kam deti, a i veç le vije. Veç le t'kete 2 gjona bazike. I edukuar. I edukum. Kini mëj me këtë edukum njëri mes, i edukumër, sitin mes këninaj edhe këninaj rikëfersën regullës. Din kur të no, din kur të ditë, regullës. E kështë që juve i përgzaj qika për emisionin, më nëni me rrug dhe tema edhe tjera, sa me shti temen me të shti ato seksi në shkollë. Pse mës me shti edhe film? E kena pas? E kena pas dhe atim, e kena pas. A e pa timit me shti edhe film? E kena shtu... Varet qysh. Qysh varet qysh. Me ditën zonë si kush është zonë, si qysh dhe të metoj zonë. Aspektin kulturor, pa tjetër që po. Unë s'jam. Aspektin historik. Na i kena pas. Zotin e një fëmiu kur të rritet, kur të vetë disohet vetë është gjendje me perceptu. Që të zëtë. Zoti dhe më thonë, pita të më plus 18 kaka. A qa kaka mirë për shëpëllë. Sofi, shumë mirë ke folë, bravo. Qaj se shumë. Okej, unë s'kom qa me shtu ma shumë. Veç jam shumë e lumë
lumtur që jam pjesë e zonave, edhe ftesën kur kam marrë mas pari unë nuk kam hezitu, do me thonë nuk kam pjesë e kësaj, kështu që tema që i kena full, pjesëmarrje qikat ke që ena jënë kombinim tepër i mirë që nështë s'po di me katalog me pas lyp nuk ishin kohën çka është diferencë edhe njëkohësisht buan shumë bukur bashk. Kështu që faleminderit zonë për këto momente kaq të mira edhe popullit ton relaksono, mendoni mirë. Ja do të shimin të tonë. Shimin të tonë. Rita. Zanë për mu... Po, i marrë minutat e mia, unë dit i marrë minutat e mia. Për mu, zanat është një eksperiencë jashtëzakonshme, unë kam thënë edhe në një postim timin në Facebook. Unë jam rritë shumë prej në momentin kur kam qenë pjesë e zanave. Më vjen mirë që deklaratat e mia kanë bëbuj, kanë arritë njerëzit, kanë arritë ngjallin debat. Fundja e rëndësishme për mua është veç le të flasin. Nuk ka rëndësi në çfarë mënyre, absolutisht duhet të diskutohen çështjet për cilat ne diskutojmë këtu, edhe më vjen mirë që kanë filluar të flasin. Unë jam një gjë që cilën nuk e them asnjëherë, sepse mendoj që është by default, është që njerëzit duhet ta duan njëri tjetrin, ta respektojnë njëri tjetrin, familjen, ta mbrojnë familjen, ta duan familjen e tyre, ta kem familjen e shëndosh në çfarëdo lloj forme që është, sepse këto gjëra vetëm sepse i them, unë nuk i them, nuk do të thotë që nuk qëndroj pas këtyre, vetëm sepse flas për tradhtim, për disa fenomene të cilat janë negative në shoqëri, unë nuk flas për fenomenet pozitive sepse i konsideroj që janë by default. Rita, kushdo që bëni pikpyetje, e vërtet. Kushdo që bëni pikpyetje nuk i kupton këto realisht, nuk e ka dashurinë për familjen. Kjo është esenca. Edhe shumë gjëra tjera, sepse ti e din edhe në këtë emision mua shumë shpesh më thënë po ti nuk e ke një familje të tillë, andaj nuk e din se si është ndjenja njerëzit, mua nuk më njohin jashtë ekranit, nuk e din çfarë familje kam unë, a kujdesem a nuk kujdesem unë për të moshuarit, a kujdesem a nuk kujdesem për prindrit e mi dhe çfarë janë prindrit e mi për mua dhe motrat edhe vllau im. Kështu që definitivisht ekrani është një hapësirë shumë e mirë për të diskutuar çështje të caktuara, por ne këtu nuk mund ta shpalosim vete në të gjitha dimensionet. Pra, të flasim për dukurit negative. Pikrisht. Edhe është kriju aty jashtë një perceptim sikur unë jam ajo monstra që don ta nxjerr këtë shoqëri prej. Rita më shumë e ka. Rrimë që të nalë se minutat e funit janë, nalë. Rita më shumë janë ata hipokritët që e dinë sepse ajo që ti është e vërtet. Pikrisht. Shëngël minutat e funit? Shëngël minutat e fundit. Kënaqësi shumë e veçantë me qenë pjesë e zonave, sepse unë i takoj asoj kategorie të njerëzve që gjithmonë e thom ato çka e mendoj, pavarësisht edhe edhe pa u mendu në asnjë moment të vetëm se çysh ka me qenë reagimi jashtë, sepse për këtë arsye unë mendoj që edhe ka qenë ideja jote për me e bo këtë emision, pikrisht me u fol për të pa folurën, pikrisht me ngjall debat, edhe unë mendoj që shumë gra, nuk mendoj po e di sigurt 100% që shumë gra janë vedisu për që ekziston emisioni Zanët. Kjo ka qenë qëllimi. Arbër, minutat e fundit. Sinqerisht kënaqësi e veçantë me qenë për herë të parë në episodin e fundit të Zanave, rastisi koincidencë, po që besoj që emisioni Zanat dhe emisionet si të tipit të formatit të Zanave është Zani i njerëzve që nuk dëgjohen. Kjo për mu ka rëndësi, edhe unë për këta jam i tharë që na duhet me transmetu e me përshun të publiku zanin e njerëzve që realisht nuk ndihen. Nuk e kanë mundësin me bërtit, nuk e kanë mundësin me fol, nuk e kanë mundësin mu shprej. Që kjo emision është zani i që atyne grave, burrave që realisht nuk pëmujnë me shqitza. Kështu që përgzime edhe shumë Falendroj shumë. Veç pak por, zoti që asë ka po kërkësh live të bojna një foto. Që është të letë shka në kamerë. A të bojmë një foto. Qa një foto? Që zonë, ti, Që anë, zonë. Unë ju falenderoj se cilin Arbër, Sofia, Ana Blaku i madhe, Ana Rita, Shëngël. Kush është? Ju falenderoj shumë. Të kamermoni, bënaj foto, bënaj. Merë që telefon. Okej. Ju falenderoj shumë që keni qenë pjesë Pasë më se mera të snopin atë. Nëse qështë? Sofi, është momenti kur mbyllët emisioni, duhet mu dëgju veç aja moderatorja, na tjerës bë me folë. U kry. Veç kërë telefoni. Jo, kështu Se kena kërkesa speciale, po. Mirë, ka të dy anët. Edhe për por edhe për mas.
Unë ju falenderoj shumë gjithë secilin që ka qenë sonte në emisionin e Zanave, falenderoj panelistët pafund, Paulinën që mungon sot, Ritën, Anën, Shëngyllin, Arbrin, i madhe Adnan Blaku, falenderit sot që ke qenë sonte këtu me neve. Dhe të gjithë mysafirët që kanë qenë pjesë e sezonit së dytë të Zanave. Ne do të kthehemi në tetor sigurisht pas zgjedhjeve. Ju falenderoj gjithë secilin që keni komentuar, që na keni shpërndarë në rrjetet sociale, të gjitha mesazhet që i keni dërguar, gjitha komentet që i keni dhënë. Emisioni e Zana sigurisht edhe pa juve do të kish mund me pas këtë sukses kaq të madh. Ne shihemi në sezonin tjetër, natën e mirë.